Është viti 2007, pra kur jemi takuar për herë të parë. Dhe të kam një orë për se afremi. Ju falenderit pas drem. Ishte një kohë ajo shumë e brushtme, shumë edhe areshme se ishin vitet e para pas luftës. Edhe thjeshti shumë plot energji, plot iluzione, plot edhe vizione dhe mirë ishte. Po pse i këti, s'ma ka marrë mendja. Po valet e jetës ishin këto profesoresh. Asun s'kam paramenduar asë njëherë që do shërbej në një shtet si Suedia në Skandinavi, por do mbes aty te Kosova, por ja që jeta. E qartë është, unë besoj edhe nga që diaspora pëllun rullin e vetë shumë. Është shumë funksionale në shumë aspekte, po ndje mirë që tash edhe në aspektin e kulturës. Gjithsesi kjo është e bukur, por duhet të merremi më shumë, unë nuk e di janë ndëgjuat nga minuta parë, unë fola sadopak për gjuhën shqipe, rëndësinë dhe prindrit tek fëmijët. Po. Shumë e rëndësishme kjo tek fëmijët. Aty bile mendoj është thelbi se gjuha shqipe nuk u zon të mbetet gjuhë vetëm brenda mureve të shtëpisë, gjuhë në ishulli. Duhet të kultivohet në një nivel më të lartë, në mënyrë që thjesht pastaj të korrespondoj me vlerat mes dy botëve se keni qujtë edhe emisionin. Kjo është e rëndësishme profesoresh, po flasim bisedë lirë, po bashkë bisedoj. Po, domosdoshmë. Është e rëndësishme mendoj tek prindrit fëmijës, pra mos t'ja imponojnë gjuhën shqipe. Pra fëmia duhet ta dashurojë gjuhën shqipe. Po duke e njohur do ta dashuroj. Po. Dhe këta mund ta bëjnë vetëm përmes leximit të hershëm gjuhën anëtare. Sepse zhvillon atë botën emocionale të fëmijëve, po edhe intelektuale më vonë. Bile sipas disa ekspertëve gjuhëtarë dhe pedagogëve gjuhës anëtare, për gjuhën anëtare thuhet se është kodi i parë me cilin fëmijët e konceptojnë botën. E ndërtojnë rrjetin e fjalorit, pastaj përmes tregimeve prallave që besoj i bartin prindërit me vete, ata lidhen hala më shumë emocionalisht me frymën shqiptare, me rënjët, me traditat, dhe asdren që ka mendoj unë, çka është më e rëndësishme, është se fëmiu krijon ndjenjen e përkatësisë kombëtare. Përmes leximit shqip.